Të nderuar shikues të radio televizionit të UTA, jemi duke qëndruar me emisionin e Kurban Bajramit. Në këtë festë të Kurban Bajramit, sot do të sjellim bisedën e veçantë me një emër të njohur të humorit dhe bejtes ulqinake. Një njeri që jetën e kaloi në gurbet, por kur nuk u ndan nga fjala, tradita dhe dashuria për ulqinin. Me shumë kënaqësi, sot është me neve Silver Korda për të ndarë kujtime, emocione dhe copëza nga jeta e tij mes gurbetit dhe vendlindjes. Tema e sotme është Bajrami larg vendlindjes, malli, tradita dhe fjala Bejtexhiut. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që erdhët sot në këtë emision kushtuar festës së Kurban Bajramit dhe gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bajramit. Faleminderit për ftesë, si gjithmonë me gjithë kënaqësi kam pranu ftesën e juaj. Faleminderit në urime, gjithashtu inshallah i pritni edhe 120 me shëndet e në lumturi. Faleminderit. E dim që, siç ju prezantova edhe në fillim, juve keni kaluar, mund të them kështu, një jetë të tërë në gurbet, por sot në këtë festë Kurban Bajramit, si po ndjeheni në vendin tuaj të bukur të ulqinit? Mund me thënë që jo vetëm Kurban Bajramit, por në përgjithësi me Ramazan e Kurban Bajram, Fitër Bajram. Fitër Bajramet, gjitha të festa tona, i përjetoj gjithmonë fare ndrysh këtu, fare ndrysh në Zvicër. Në realitet, në Zvicër, edhe nuk kemi atë ndjenjë që ishtë, se mos të hyjë thellë në analizim, jeta, tempoja, puna, tjera, njerëzit ndoshta. Njerëzit njinin han, njinin ngaran, kështu që dhe më thënë se ishtë vështirë, kurse gjithmonë, jo vetëm tash, kur vjen njeriu në ulqin, ose ulqinak prej gërbetit vinë këtu, e përjetojnë në mënyrë më të bukur edhe pozitive që mundet me u përshkru. Pra, atmosfera ishtë ndrysh, njerëz rreth, veprimet e tjera që e bajnë këtë përjetim të këndshëm. Kur përmendet Bajrami i dikurshëm, cili është kujtimi që ju prek më tepër në zemër? Unë, se vitet e bajnë vetën, e kështu që edhe kjo tema është pak delikate, jam të volën për mu, se nuk e një vedin aq kompetent. Kurban Bajrami në 100 vitet 60-70, ishtë festu mante një vullë veçantë, autentike, ka qenë në një kohë rendi shoqëror të ndryshëm, vazhdimësia fetare dhe familjare ndihet fort, edhe pse kanë qenë sistemet ndryshme. Gjatë kësaj periudhe u bajshin përgatitjet për pastrim të për Bajram, Kurban Bajram, të shtëpiave, oborreve tjera, sidomos në Kala ka qenë karakteristike, se ka qenë zemra thelbi ulqinit, atje kanë pastru shtëpiat, oborret, edhe kanë ly fasadet e shtëpiave, domethënë se që me i prit në mënyrë sa më të adekuate dhe në atmosferë të Bajramit. Kështu që aty janë dallimet të atëhershëm edhe të sotshëm. Ju keni marrë rrugën e gurbetit që në moshë të re, e cekëm edhe një herë, por sa vështirë ishte të ruaje traditat, shpirtin e festës së Fitër Bajramit, Kurban Bajramit dhe fjalën ulqinake, po ashtu edhe traditat? Vështirë të thamë në nësojza fjalë kushtume, dhe mënë se vështirë për atë arsye se, sikur se tha që ishtë atje nuk e familjen e ngushtë, nuk e të njoftun, atje ishtë Bajrami pa marrë parasysh, kujtë mënë se ishtë punë dite, kështu që me gjithse në kohë të fundit marrin edhe të lirë për këtë fest, e tjera, por natyrisht baklavat, spigjja, kadaifje, e tjera janë përgatit për vedi, ose eventualisht nëse s'ke pas kuja ke dhanë këjshis Zvicranit ose Zvicranes që kanë metë me sy haptë edhe mësi që e kanë pravu
ka 100 pyetje çka ishte, si ishte, tek ishte se s'kan pas mi pranë. Patjetër, kanë pasur dëshirë dhe të dinë me tepër ndoshta për këtë festë. Çka ishte festa, shkurtimisht ja kemi shpjegu që ishte domosdoshmë se gjithmonë për njerëzim, për paqë, për dashuri, për humanitet e tjera, e kështu që atje janë përjetohen fare ndrysh se sa këtu. Domethënë se si vendi ku vendi. Shumë e vërtetë. Thuhet se artin e bejtes, ne së bashku kemi pasur edhe disa intervista të tjera që kemi biseduar rreth bejtes dhe si ju është trashëguar juve arti i bejtes dhe kjo trashëgimi, por e keni trashëguar nga gjyshja juaj, ajo ka qenë një bejtegjie e njohur në Ulqen. Si nizi lidhja juaj dhe si e pati ndoshta veten që mund të vazhdoni këtë art që keni ju? Një hyrje ta kishe ditë që me gjithse si kam ata libra, ta kishe ditë që kam marrë kja pyetje në rend, e kishe gjetë dikajt atë bejtin e parë që e kam shkru në kafanin ose restoranin Bonita të Munipa Bazit, dikur që ka qenë qendra e jonë fuqinarëve që kanë presvica, aty të cili vitish 1980-90 kryesorja, aty ka arë spontanisht. Se aty ka pas, Munipi ka vu një liber, do mënë se ku bajagi e pasur me fletë për shtypjet, ata mendimet e veta, supozimet, sugjerimet, kritikat, edhe mësi që ishte e liber atë në Tovlin, edhe unë e mora me shu pa falë qëllimit, vetëm me lifdu peshkun ose qka ka qenë atë në sofrë. Mirë po erdhë spontanisht, instinktivisht, pra dhe më thënë se gjaku si shuj, aja genetika punon, edhe e thura një bejt, i cili ishte i pari, edhe në atë liber ishte i pari bejt që e kam shkru atë natë, atë ditë, se atje ishte edhe data dhe viti kur e kam shkru, e mëse kanë ardhë, sikur se kur nguf ai vulkani, kanë dalë njëni mas tjetrit, sidomos material ka pas ball, sidomos me kunja, thuma, me bibere, me specë, se ka qenë sistemet, të gjithë sistemet kanë pas ata mungeset e veta, për kritika, ke mujtë me shkru studime, e kështu që ka pas për çka më shru. Natyrisht, unë nuk jam përmbajt asaj, por ata kanë qenë të fundit, ose më të paransishme në krahasim me bejtet që kam shkru për mentalitetin, adetet, nusja, hankja, kanaku, e tjera, fejesa, martesa, ata kanë qenë ata bejtet që i kam shkru në fillim, edhe në të frym, edhe kam vazhdu, deri, në mënë se 3 libra, me një t'i quja shtu që i kam botu me bejte, me kohë ma rallë, që për shembull si rastesh, vjen inspiracioni dhe frymëzimi dhe shkruaj dhe një bejt. Le të dalemi përsëri tek festa e Bajramit, me që sot jemi në këtë emision kushtuar kësaj feste. Më tregoni pak si e mbani mend ju Bajramin në Ulqen si një adoleshent, si një i ri, para se të ikni në rrugët e gurbetit? Pra, kurbanin, mu ishin me mundësu njerëzit që kanë pas mundësit financiare, mirë po edhe kurbani kur i shprej në atë kohë ka qenë të mësë ishdanë 3 hise, në mëse atë ditë s'ka gudzu me metë pa mish asë fëqinjë, sidomos ata të nevojtartë, e kështu që ka qenë një fest ku ka dominu përveç atmosferës, Bajramit, gëzimit, fëmijëve, të omëlsinave, të kafeve, të mikpritësisë. Dhënjeve të hollave, ndoshta dhe fëmijëve. Gjitha po ka qenë ajo që ka dominu era mishit, shia mishit, domethënë fergesa në furrë 100 llojna, ajo ka qenë domethënë që metën edhe jo vetëm këta përshtypje, por edhe ja shia era e aty në gjellëve edhe mas 70 vjetëve ose 65 vjetëve është një nostalgji ndoshta. Nostalgji, po. Patjetër ne e dim që në kohërat e mëparshme edhe gjendja financiare mund të them ka qenë e njëjtë për të gjithë.
ashtu nuk ka pasur ndoshta edhe shumë, dikush të ketë më shumë, dikush më pak, por për fëmijët gjithmonë ka qenë ajo ndjesia e mirë kur ka qenë Bajram të blejnë diçka të re. E keni pasur ju këtë? Po, tashti duke marrë parasysh në të kohë, baba Rahmet pas ka qenë në sistemin atëhershëm, në funksione tjera, mirë po kemi pas tyrbën shtëpi Bejazen, Hanku Bejazen, babgjyshen tonë, kështu që edhe jo vetëm që ka bërë përgatitje gjitha, domethënë se në emën të saj, për hatër saj ose në gjithve, baba e ka sjellë kryt në tjetër dhe me këse s'pa shef, bile edhe kurbani i shprej si ma të qaja, ka pas tollat e veta. Se ka thënë gjithmonë parja bardhë për ditë zesë, ose edhe të si rastit për ditë bardhë. Kështu që kemi ajo premja kurbaneve, blerja kurbaneve, ka qenë nuk qenë, sidomos atë dhe mësë mund të thanë që si 5 vjeçar, deri në ta vite 70, mos thamë, deri 75-6, që i majnë mendën, ka qenë një përjetim shumë i bukur, ka qenë atraktiv, jo vetëm për dhe një turist mësafir atëhershëm që kanë qenë aty këtu, por edhe për njerëz. Sidomos kurbanet i kanë pru, dhe mëse familja XY ka përësit kurbanin, nuk e kanë pru disa, jo të gjithë atë, dhe mëse një ditë ose dy përpara në shtëpi, por kanë ardhë 40 gjitë, me surle, me klarinet, me disa instrumente, me tupan, me domethënë se këta tani ajo traditë nuk është tonë, është zhdukur. Është zhdukur, absolutikisht, jo që është zhdukur, po jam i bindur që ndoshta moshanikët e mi i kujtohen tash që po i përmend, se edhe tash kur kemi bisedu tema i Kurban Bajrami, filmi i shkryta une në femini, sa e atë janë qastet dhe çantat më të bukura. Fëmijët janë gëzu, janë shënu, se e kanë ditë domethënë se që ka edhe bambona, që ka pas amëlcina, edhe ka me pas mish tërli atë ditë, kështu që ka qenë një përjetim i veçantë, lumturi e veçantë, atmosferë e veçantë. Mendoni që po zbehen këto tradita sa do pak që, sepse duke na i shpjeguar dhe duke folur së bashku, ka pasur ende tradita më të ndryshme, por ne gjenerata e re edhe sot nuk i kemi parë dhe nuk i dim ndoshta. Tash unë po përdor këtë fjalë, megjithëse me kushzuese. Fajin e kanë gjithmonë gjeneratat. Unë e kam fajin në krahasim me edukim të fëmijëve të mi. Nëse janë fëmijë të mirë, janë kjo falimderimi i takon prindve. Nëse janë fëmijë të këqij, prap fajtor janë prindë. Domethënë se edhe në po du me thënë me këtë që sa i takon tyne traditave tjera me kohë kanë humbur për atë arsye se edhe nuk janë përcjell në konsekvent edhe në kontinuitet, por gjithmonë janë aspektet edhe faktore tjera që luajnë rol në këta ngjarje për atë arsye se koha i bie ata ndryshimet e veta, sidomos në qysh se kanë filluar digitalizimi, kompjuterizimi, celularet e tjera, mos flasim, domethënë se ajo as që i dikush, as që intereson kënd, kështu që me kohë kanë humbur. Kur ktheheni në Ulqin, cili është vendi apo momenti që ju rikthen me njëherë në atë nostalgjin e viteve tuaja më të bukura të rinis? Në Ulqin, tash jam të thënë se mos hymë në tema të thella, për mu tash sot, dje ose në vitet e fundit, Ulqini ekziston sa i takon bregut të Ulqinit, prej Bune, deri mas Valdanosit, mos deri atje, ishtë për mu Ulqini. Deti, bregu, rana, ose buqet, ose guralecat në Valdanos e tjera, disa edhe aty këtu objekte në kala, këj detit që
janë të renovume, të ndërtume adekuat, të mënë se stilit të mediteranik, shumë pak. Ajo është për mulqini, të mënë se ajo është që momenti i parë, ose ambienti i parë i cilim, të mënë se që cilit i gëzohem, është deti, rana, dili, mundësit pra me... Ajo është çfarë ka ulqini diçka më të veçantë. Për që se kanë betonu ala. Për bejte e dim që jeni i njohur, edhe gjyshja juaj ashtu siç edhe biseduam edhe gjatë kësaj interviste. Por më tregoa ekziston ende ai muhabeti i vjetër ulqinak që dikur i jep shpirtin odave dhe mahallave. Çfarë domethënie ka pasur kjo fjalë dhe e dim që ulqinakët e vjetër e kanë përdorur gjithmonë këtë fjalë. Ashtu është. Tash në këtë sekund mu përkujtu një tradit lidhur me këtë, që e përshkruan mas mirë edhe ma ilustrative këtë sqarimin e kësaj pyetjes. Po. Dikur kanë kanë qenë odat e shtëpive të ulqinit, kanë qenë plet me njerëz, me mysafir, me fqenjë kojshi, edhe ka pas biseda, ka pas derin me mëngjes, për atë arsye se s'ka pas as televizor, as iPhone, as B-phone, as C-phone, as mjetet digjitale, tjera, të cilet e kanë robotizu njerëzimin komplet. Si jam të folën vetëm për ulqin, njerëzit janë të mvarur prej celularit, do më thonë se ajo është fakt, filloja, do më thonë se me gjithse me vetë djeni, prevoj që me u shmangë, që më smë që kam shqyqyr edhe shkrime, që kam me qka me marë. Atëherë në kanë qenë ishtë ditë, do më thonë se në dhomë ka pas edhe si fjallin e kanë pas e të matë moqmit, kanë bisedu ngjarje, vakijate, historinë tjera, fëmijët kanë pas çka me një gjuhë, çka me mësu, si ka qenë rasti edhe me ne, me Hanko Bejazen. Kurse sot, atë jam të thonë me plot vetë djeni, edhe është fakt që të bardhës nuk mundesh mi thanë zesa se kundërta, nuk ka biseda as maslahate, edhe sidomos e tregon kja jeta përditshme. Edhe nëse sot pata rast që të pi një kafe aty në një prej tyne kafeneve, një moment të këndshëm, unë i thëmë varza, dhe më intelektuale që janë të mëse ulqinake, janë taku aty kë janë ullë, kanë pi kafe, e unë krytin e kam sjellë, po veshin e kam pas aty. Më ka interesu. Se kanë përmend, mirë kanë përmend dhe shka muzikën e tjera, por kanë bisedu edhe tema dhe mësë përdishme, që ka qenë për mu fenomen që nuk e kanë marrë, si kanë marrë celularet gjatë asaj kohë 10-15-20 minutave, mos ta ma tepër gjatë bisedave. Se paradoksi ma i madh, mos të thëmë katastrofal, ishtë kur apo takohemi këtu 4-5 vetë po, edhe vinë 4-5 vetë ulen edhe me bismillahi ma parë celularin të vlinë, edhe se cili me ftyrë këtë televizjes, as flasin, as bisedojnë, e thojnë, apo dali mu taku, dhe manë se nuk janë dash me dalë, kanë mujtë prej shpis, me shkru, me fol, edhe kishin pas që ka me fol kështu, as kanë fol, as kanë bisedu gja. është tani kështu rjedha e kësaj kohe. Duhet të ndaljem tek përsëri tek festa e Kurban Bajramit, sa e dim që përpara njerëzit kanë shku dhe kanë ardhur tek njëri tjetri më shumë. E shihni që është duke u zbehur kjo gjë edhe për këtë festë? Ka në këtë kohë, është edhe një fenomen, më thanë, edhe i këndshëm, pozitiv, që gjeneratet e reja shafë për shembull që me gjithsa ishte pikërisht kur ishtë Bajrami, kur ishtë Ramazani, kur ishtë atëherë janë ma aktiv, me gjithse gjeneratet e reja kanë fillu me qenë ma të vetëdisohen edhe ma të vetëdijshëm sa i takon tyne festave islame, muslimane edhe tradicionale të cilat i takojnë ulqinit edhe popullit. Kështu që ka shpresë që nuk do të hupin, natërisht janë në një mënyrë tjetër intensitet ma të but, më stëm dobët se sa përpara, por spjegohet edhe arsyetohet me
kohën edhe digitalizimin e kompjuterizimin e jetës. Gjyshja juaj, Hanko Bejazja, kështu në Ulqin e njohin të gjithë, kur ka qenë festat të ndryshme, tradicionale, si që janë edhe festat e Fitër dhe Kurban Bajramit, ke ndonjë kujtim që të lënë ende për shtypje dhe e ke në vesh që ta ka thënë, ta ka mësu, të ka tregu diçka? Gjitha, ose tanë, ose krejt, që thënë tanë format, shka di, në këta 73 vite, i di të i falimenderu Bejazë Kordës, Hanko Bejazës. Aja, dhe më thënë se qysh që di për vedi, ose që kam fillu me ecë, ose që fillan njeriu me perceptu, unë për ne gjithë vlazën të motrat, kemi qenë rreth saj. Na kemi një prej saj historina, tregime, pralla, që nuk janë shënumuna në asë një liber, edhe nuk janë një kur në Ulqin, se janë të ardhuna përveç tjereve, të Ulqinake, Shkëdran e tjera, janë të ardhuna prej Hartumit, Sudanit, me stërgjyshen tonë, në realitet gjyshen e Bejazës, për cilën kam shkruar librin, por do të botohet kur botohet. Ajo ka qenë, kemi ndigju prej saj asin gjarjesh që na ka punu filmin, në realitet vizioni, fantazia jonë e tjera, na kemi ba filma në trunin tonë edhe në imaginatën tonë. Të gjitha kështu që nuk mund me cek një kjo. Me det që s'kemi pas iPhone-a e celulare, tu kishin shënu ata, u kështë dash me shkru 100 libra, edhe kishin qenë pak, për atë që ka folë, që ka të reguaja. Pra, të gjitha, nuk mund me nda asë kur gja, përveç një tyne fjalive që i ka thanë filozofike, dhe mëse me një fjali shkurt ka thanë, ka pas dhe me thanje që me shkru një studim. Çfarë të shironi që njerëz të kujtojnë gjithmonë nga Silver Korda? Besoj se ndoshta kanë me met këta bejte që i kam folë, që i kam thanë, trashiguara. Ndoshta edhe kjo libra që inshallah edhe kam u botu, se edhe ishtë edhe një prej shkaqeve që kam ardhë, për kohë gjatë, se këtu dënë punë, aja gja, e kështu që saj të kone asaj, për tjera gja janë harru edhe njerës maturët e matë menqëm, e matë rëndësishëm se Silver Korda, unë jam vetëm një kohë kërëran në zallin e matë. E dim që jetoni larg Ulqinit, për të gjithë ato që janë në gurbet, ato familje të reja, ato ajo rini që është nga Ulqini jashtë. Cila është ajo këshilla juaja që sot dhe për jetën e tyre ta keni si një këshill nga ju që keni dalë që herët? Unë po e përdër atë thanje të vjetër, filozofike jetësore, që e kam një prej Bejazës ramet pas, por me një herë agimi i pari i ndigjuzve, shikuzve, mundet me qenë ti po në thu këtë e je vetë taj që i ke ba kështu. Natyrisht, unë po thamë tësh, mas 100 viteve jetë e jashtë, mund me thanë, vendin e huj të lifdofshin, e mrenë mas hëfsh. Në shkurt, dhe ma nëse, tash dikur sot, pa, ke ka lejti me folë, sikur se ishtë mentaliteti i Ulqinakve, unë jam të thanë mas gjitha ty në viteve, se atër vetë pytja si kështë qenë jetë këtu, mos kështë shku jashtë e tjera, por këtu ishtë vetëm, sidomos duhen me ditë që këtë jetë, jo vetëm të në Ulqin, po edhe në Mediteran, mos thamë në Balkan, me natyrisht ka, Napoleoni ka 2 anë, turën edhe jazën, ashtu edhe jetat, kështë jetet mirat, por këtë jetë në perëndim nuk munden me ba, edhe janë vetëm iluzione që shkaj shtrihem edhe binë paret prej qilit. Në mënë se atje je 12 sahat në ditë, 5 ditë, 6 ditë në javë, kështu që edhe kur vjen mas 40-45 viteve, ka ardhë pensioni. Ku
ku ishe ose ku ke qenë domen, shpru në kromen. Të mos se kja ishte ajo. Edhe një fjalë e vjetër nga Ulqini. Unë mendoj që për fund të kësaj bisede së bashku, patjetër ju jam falenderuese që keni përzgjedhur sot në këtë ditë feste të jeni këtu me ekranin e televizionit të UTA e me të gjithë ato që po na ndjekin. Besoj që e bukura është që të na thoni edhe një bejte kushtuar festës së Kurban Bajramit. Tash në pleqni njeriu bëhet edhe fiton aftësi telepatike, e kam ditë që i keni më pyet këtë pyetje. Thash, hajse nuk kërkon buk, e kam shkruar një. Me shumë dëshirë dhe ndëgjoj. Bejti Kurban Bajramit, si të gjithë mrekullit e bekumun të Kuranit, ishte edhe përcaktimi i Kurban Bajramit. Feste dashurisë pa kufi ndaj Allahut e profetit Ibrahim, për flijim të djalit plot për kushtim. Në dakikun e fundit Xhibrili prej qiellit zbriti me dashndor për kurban të Ismailit. Kurban Bajrami ishte dikur fest për nevojtar, kush therte bakti 1/3 e mishit ja ka ndar. Kaluan 73 Kurban Bajrame, nuk kujtesi kam atë feminis, atëherë nuk kam ditë çfarë vlere ka pas, sa i falim për Islam krijuesit të gjithësisë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Ne ju urojmë gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bajramit, të jetoni shëndosh dhe faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve, të jetojmë shnet e daulet, domethënë se shnetja është pasunia më e madhe. Ju dëshiroj shnet, atë të gjitha vinë nëse ka njeriu shnet. Shumë e vërtetë, gëzuar edhe një herë. E të gjithë shikuesve. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, me neve në studio kishim Bejte Xhiun dhe bashkë qytetarin ton Ulqinak Silver Kordën, ku bashkë biseduam edhe për këtë fest, por edhe se si ai e mban mend që nga fëmiria e tij. Ne do të vijojmë tashmë edhe me një material vijues, ndërsa ju urojmë edhe një herë gëzuar festën e Kurban Bajramit.